Përshëndetje Berat, Alban Xhiani, Televizioni Klan. Berat, nuk kemi qenë asnjëherë në nivele kualifikuesave të Kupës së Botës në këto kaq lart. Sa ndjen këtë peshën e ndeshje kaq të rëndësishme përballë një kundërshtari që këtu nuk është se na ka buzëqeshur shumë fati për i të vërtetës. Përshëndetje. Po, sigurisht me ndje, besoj që kemi ndjerë kësi që kur kemi arrit play-offin, por besoj që eksperjenca në ndeshjet e fundit të kombëtarës kanë tregu që zhvillimi ka qenë i mirë i kombëtarës dhe besoj që eksperjenca e ka bot veten dhe besoj që do jemi gati nesër të japim maksimumin. Sigurisht që kundërshtari ka një nivel të lartë dhe do provojmë gjithçka për me arritë këtë ëndër. Berat, përshëndetje, Elvis Rexha Digital. Sa gati është kjo skuadër, duke qenë se është hera e parë, mbi të gjitha tashmë ne kemi dhe eksperiencën e qenurit në Evropian, por kemi bërë dhe kualifikuese shumë mira. A është gati ekipi përtej faktit që kemi dhe shumë mungesa? Unë besoj që ekipi do jetë gati, sepse është një rast i madh dhe besoj që nuk ka shumë lidhje eksperjenca në këto ndeshje, por është dëshira me vullneti djersa çdo gjë që lën në fushë dhe besoj që ai që është më i aftë do fitoj. Berat, Altin Sulxhe, A2 CNN. Sa e vështirë është të markosh një lojtar si Lewandowski, që ka cilësi të jashtëzakonshme, një pyk tipike europiane, dhe natyrisht mendohet që është rreziku më i madh për mbrojtjen tonë. Për me kone vështirë është shumë e vështirë, nuk ka dyshim aty, sepse është një nivel në vitet e fundit, të them sa ma aq lartë, besoj që është shumë e vështirë të arrijë sulmuesit. Ai është një ndër atyre sulmuesve që ka bo karrierë kaq të gjatë në ato nivele, por prapë nuk do jem, besoj vetëm që ta provojmë ta ndalim me Lewandowskin apo tjerë lojtarë, besoj që duhet gjithë skuadra të jetë në momente të mira, siç në mbrojtje, siç edhe në sulm. Hi, Gazim Hila, The Telegraph. So, Berat, as a captain of Albania, of course, it's a small nation, and you've won the Europa League with Atalanta. You've done an amazing career in terms of the club. Between winning the Europa League title and the cup that you've done and reaching to the World Cup finals, which one would you choose? Like, what does that mean for you, like, as a captain of the Albania national football team, to reach out to the World Cup? Of course, you have the Poland game, which is the first one, and then you're gonna go to the second if you qualify. But reaching to the World Cup as an Albanian, as a captain of the Albanian national football team, what does that mean for you? Berat, ti ke një karrierë të mrekullueshme me klubin, ka arritur të ngresh trofeun e Europa Ligës me Atalantën. Nëse do duhet të zgjidhje mes trofeut të Europa Ligës me Atalantën dhe mundësisë për të shkuar në Kupën e Botës me Shqipërinë, cilën do të zgjidhje dhe mbi gjitha çfarë do të thotë për ty të drejtosh kombëtaren shqiptare si kapiten drejt një, sigurisht që është ndeshja përpara me Polonin, por potencialisht duke shkuar drejt Kupës së Botës? Besoj që në këtë moment nuk jam në atë pikë që të vendosi si që cilën ta preferoj, por besoj që si kapiten me bo një histori kaq të madhe me Shqipërinë, besoj që do jetë e mrekullueshme dhe pa fjalë, por besoj që duhet të shikojmë hap pas hapi dhe besoj që ndeshja më e rëndësishme është nesër, të mendojmë vetëm për nesër, pastaj të shikojmë çfarë do ndodhë. Witam serdecznie w Polsce. Dzień dobry, Łukasz Cionak, Nauczycielom po oczach. Mam pytanie odnośnie właśnie jak widzi tutaj piłkarz szansę Albanii, bo Albańczycy potrafili naprawdę napsuć krwi mocnym rywalom. Wygrali chociażby w Serbii na bardzo trudnym terenie 1-0. Dobrze się zaprezentowali podczas Mistrzostw Europy, gdzie potrafili nawiązać walkę z Chorwacją, chociażby też gdzie prowadzili przez dłuższy czas, chociaż skończyło się 2-2. Co będzie ich największym państwa atutem właśnie w tym spotkaniu? Czy chcecie zaatakować i zaskoczyć rywala, czy też reprezentację Polski, czy też jednak poczekać na swoją szansę cierpliwie, grając dobrze w defensywie?
Mirë se vini në Poloni. Si shikoni shanset ndaj një kombëtare si Polonia? Faktikisht ju keni marrë rezultate shumë të mira gjatë tyre kualifikueseve, keni arritur të fitoni në Serbi, po ashtu jeni paraqitur shumë mirë edhe gjatë Europianit 2024, ku në një ndeshje shumë të rëndësishme si ajo me Kroacinë arritët të rezistoni dhe të merrni një rezultat 2-2 në fund. Dhe cila mund të jetë ndoshta skema, tipologjia e lojës? Do të jeni ju që do të sulmoni Polonin apo do të prisni më tepër në mbrojtje dhe më pas kur të keni hapësirë për të sulmuar? Unë besoj që shanset kur ti hish në fushë janë gjithmonë 50-50, kështu që unë jam gjithmonë ai tip që hi në fushë gjithmonë për fitore, kështu që besoj edhe gjithë kombëtarja. Rrisia besoj që ka qenë e mirë dhe e madhe, besoj që kemi marrë shumë eksperiencë në ndeshjet e fundit, të kohët e fundit, dhe besoj do na ndihmoj edhe nesër. Por taktika besoj që vendos trajneri, po të sulmojmë apo të mbrojmë, besoj që të dyja gjëra duhen me qenë pothuajse perfekte për me fitu kundër një kombëtare siç është Polonia.